Mirë, leti hym temës. Sot do të flasim për një emër që të gjithë e njohim, Niccolo Machiavelli. E dëgjon emrin e tij dhe menjëherë të vjen ndërmend. Dinakëria, pushteti i pamëshirshëm, apo jo? Po sikur gjithçka që mendojmë se dim për të tjetë e gabuar, ose më sakt, sikur këshillat e tij të famshme, ato që kanë mbijetuar shekuj, t'jenë në fakt një recetë e sigurt për dështim në botën e sotme? Dhe ja ku e kemi, fraza e tij më e famshme, më ikonike, është shumë më sigurt të kenë frikë se sa të duan. Logjika pastaj duket e qartë, apo jo? E ftohtë, por e qartë. Frika, sipas tij, është diçka që mund ta kontrollosh. Dashuria. E po, dashuria është e paqëndrueshme, e paparashikueshme. Nuk mund të ndërtosh një mbretëri mbi diçka kaq të brishte. Po, por pikërisht këtu gjërat bëhen interesante. Këtu lind pyetja e madhe, a është jo vërtet një urtësi e thellë politike? Apo një kurth i rrezikshëm? Le të gërmojmë pak më thellë, sepse do të shohim se si kjo filozofi e hekurt, kur e aplikon në botën moderne, mund të të çojë drejt e në gremin. Pra, jo në siguri, por tamam në të kundërtën, në rënim. Mirë, por para se ta kritikojmë, le të jemi të drejtë me Machiavellin. Duhet kuptojmë se çfarë po thoshte në të vërtetë. Libri i tij, Princi, nuk ishte një manual për të bërë tiran. Ishte më shumë si një udhëzues mbijetese, një guidh pragmatike për një lider në një kohë tepër të trazuar dhe të rrezikshme. Gjithçka nis nga një pikë. Për Machiavellin, themeli i gjithçkaje ishte ky. Natyra njerëzore është egoiste, e paqëndrueshme dhe mosmirnjohëse. Një pikpamje goxha e zymt, apo jo, por për të ishte thjesht realiste. Ai mendonte se njerëzit në thelb do të tradhtojnë në momentin e parë që u levërdis. Kështu që, si lider, të mbështetesh te mirësia apo besnikëria e tyre, është thjesht naivitet. Pra, nga kjo ide rrjedhin 3 parime themelore. E para, siç e tham, më mirë të të kenë frikë se sa të duan. E dyta, të përpiqesh të jesh gjithmonë i mirë është një rrugë e sigurt drejt shkatrimit. Dhe e treta, një princ i suksesshëm duhet të ketë 2 anë, të jetë dinak si dhelpra dhe i fortë si luani. Këtu është pika kyçe. Ajo që shpesh harrohet kur flasim për Machiavellin. Ai nuk po shkruante një manual si të pasurohesh shpejt apo si të marrësh pushtetin për lavdin tënde. Jo. I gjithë qëllimi ishte mbijetesa e shtetit, ruajtja e tij nga armiqt, brenda dhe jashtë. Për të, çdo mjet, sado i ashpër apo i pamoralshëm, justifikohej nëse shërbente për këtë qëllim madhor. Okej, e kuptuam. Ky është pra manuali për botën e rilindjes, një botë e mbushur me komplote, luftra dhe tradhti. Po sot, a ka ndonjë vlerë reale ky manual 500 vjeçar në ditët tona? Kjo është pyetja që na sjell në thelbin e gjithë diskutimit. Apo përpiqemi të përdorim një hartë të vjetër për një territor krejtësisht të ri? Tani, le të kthejmë medaljen. Do të analizojmë kundër argumentin modern. Do t'i marrim me radhë idetë e Machiavellit dhe do t'i vëmë përballë realitetit të shekullit të 21. Le ta nisim me atë idenë e famshme frika kundrejt dashurisë. Për Machiavellin, frika ishte një themel i fortë, i qëndrueshëm. Por këndvështrimi modern thot, prit një minutë. Frika nuk është themel, është një fuqi baruti. Krijon një iluzion stabiliteti, por poshtë sipërfaqes pakënaqësia zjen dhe thjesht pret shkëndijën për të shpërthyer. Besnikëria që vjen nga respekti i vërtet, ajo është shumë e fortë kur gjërat vështirësohen. Tani për mirësinë. Machiavelli thoshte se të veprosh me mirësi është një dobësi, një luks që nuk e përballon dot. Ndërsa sot e shohim krejt ndryshe. Integriteti, ndershmëria, këto nuk janë dobësi, janë asete të jashtëzakonshme. Janë ato që ndërtojnë kapitalin politik. Një lider me karakter të fortë ndërton besim, dhe besimi është një monedhë shumë e fuqishme se çdo lloj mashtrimi. Po, ajo metafora e famshme e bishës, dhelpra dhe luani? Po, sot kjo këshill tingëllon thjesht e vjetruar. Bota moderne është shumë më komplekse. Leadershipi i sotëm nuk ka të bëjë vetëm me forcën dhe dinakërinë, ka të bëjë me empatinë, me bashkëpunimin, me aftësinë për të frymëzuar njerëzit që të punojnë së bashku. Këto janë aftësitë thellësisht njerëzore, jo instinkte shtazorake. Mire, gjithë kjo është teori interesante, por pse ka rëndësi sot? Sepse këtu do të shohim marrëzinë e princit modern. Problemi i vërtet nuk është domosdoshmërisht te vetë Machiavelli, por te mënyra se si njerëzit i marrin idetë e tij, i shkëpusin nga konteksti dhe i keqpërdorin në mënyra absolutisht katastrofike. Problemi thelbësor është pikërisht ky, keqpërdorimi. Po përdoren taktika të krijuara për mbijetesën e një kombi, për përfitime personale ose korporative. Të mendosh pak, Machiavelli fliste për jeta vdekje, për fatin e një shteti.
Kur i përdor të njëjtat metodat pamëshirshme për të marrë një promovim në zyra apo për të mposhtur një konkurrent biznesi, gjithë justifikimi moral shembet, mbetet thjesht egoizëm i pastër. Dhe kjo nuk është thjesht teori, ka pasoja reale. Le të shohim disa shembuj konkret. Në politikën e sotme demokratike, çfarë ndodh kur përdor frikën për të frikësuar kundërshtarët? Nuk fiton pushtet të qëndrueshëm, por provokon protesta masive, humbje në zgjedhje, madje edhe shkarkim. Në botën e biznesit, një menaxher që mbjell frikë për të rritur performancën, çfarë arrin? Një eksod masiv të njerëzve më të talentuar, rënje totale të moralit dhe një reputacion të shkatruar. Dhe le të zbresim në nivel personal, në marrëdhënie, manipulimi për të kontrolluar partnerin, kjo ka vetëm një fund, shkatrimin e plot të besimit. Pra, në çdo kontekst është një strategji vetë shkatruese. E dini, ka një logjik të tmerrshme në gjithë këtë. Fillon si një cikël vicioz. Le ta ndjekim së bashku. Hapi i parë, lideri mbjell frikë. Çfarë ndodh më pas? Inovacioni vdes. Askush nuk guxon të thotë, "Shef, mendoj se ky është një gabim." Më pas, lideri izolohet, rrethohet vetëm nga njerëz që i thonë atë që do të dëgjoj, një dhomë jehone e rrezikshme. Dhe kur je izoluar, çfarë ndodh? Merr vendime të këqija, të bazuara në informacion të cunguar. Dhe hapi i fundit, legitimiteti dhe besimi zhduken plotësisht. Është një rrugë me një drejtim drejt dështimit. Dhe ironia më e hidhur e gjithë kësaj është kjo. Bëhet një profeci që përmbush vetveten. Nëse i trajton vazhdimisht njerëzit sikur janë egoist, të pabez dhe të paaft për mirësi, ata do të fillojnë të sillen pikërisht ashtu. Kjo qasje nuk zbulon natyrën e vërtetë të njerëzve, ajo e krijon atë. Mbyt çdo shans për besnikëri të vërtetë. Pra, cila është pika thelbësore e gjithë kësaj analize? Është kjo, një qasje e bazuar te frika është thjesht kundërproduktive, sakrifikon diçka të paçmueshme dhe afatgjatë, legitimitetin dhe besimin, për diçka të brisht dhe afatshkurtër, kontrollin. Është një tregti e keqe. Frika mund të jap bindje për një ditë, por vetëm respekti ndërton diçka që zgjat. Dhe në fund të ditës, gjithçka përmblidhet në një pyetje të thjeshtë por thelbësore. Çfarë lloj trashëgimie mbetet pas? Ajo që është ndërtuar mbi frikë apo ajo që është ndërtuar mbi karakter? Zgjedhja mes këtyre të dyjave në fund përcakton gjithçka.